shtypja e babit ka afruar shumë vdekjen. Dua të kthehem pak tek momenti që na ke rrëfyer në letër, tek ai rituali i dimshëm i përcjelljes së babait në banesën e fundit, kur sipas traditës të duhet ta puthje dhe ti refuzove ta bëje. Çfarë ndjesi e pate në ato momente, Lea? E kujtoj tani dhe më dridhe trupi, sepse kam hyrë në dhomë edhe thjesht nuk e pranoja dot që babi kishte ndruar jetë. Pavarësisht se njerëzit shikonin me atë syrin që na fiku babi ka qëri la vetëm. Edhe i gjoja që qanin gjithë, unë e kisha që qaj gjithë kohë, sepse mbasi nuk arrija dhe ta pranoja që i matë është larguar nga kjo jetë. Unë sot e kësaj ditë e them që mendoja atë që ja do vi tani ose dhe si që janë këto traditat në Shqipëri, e para që arkivoli është në shtëpi, se tani janë këto metodat që nuk e mbajnë në për shtëpi. Po, zhvillohen ceremonit në për shtëpit e funeraleve. Dhe është momenti që duhet ikin të gjithë dhe duhet të rrinë vetëm në familjarët e afër, që t'japin lamtumirën e fundit. Unë babin e kam parë vetëm nga xhami, sepse arkivoli ishte me xham, me frigorifer dhe normalisht nuk është se mund ta preki gjegjikosi që kanë ca që mbulojnë me shami kështu traditash. Dhe unë thjesht e kam parë dhe e kam akoma në mendje atë pamjen e babit dhe që ishte zverdhur, me sy të mbyllur, që mua thjesht më duket sikur po flinte gjumë. Dhe kur më thanë që duhet ta puthësh, unë thjesht e kam prekur që ishte i ftohtë, aku dhe nuk mundesha dot më dhe më rasti gjendje të fikti, po jo të fikët tamam dhe thjesht u përmenda pak me ujë sepse nuk mundesha, nuk mundesha ta bëja dot si veprim. Unë edhe te varri i babit sot, keq më vjen ta them, por nuk shkoj shpesh. Nuk shkoj shpesh sepse ose nuk e pranoj dhe akoma nuk arrit ta kuptoj këtë gjë. Nuk më pëlqen të më shikojnë të tjerë duke qarë, mundohem të jem shumë e fortë në sytë të tjerëve, por vetëm jam kështu, jam aq e brisa, po të më prekësh pak, mund qaj nga momenti në moment. E kuptoj gjithë procesin që të ka ndodhur, deri tek pjesa që ka rrëfyer, që pat edhe një transformim fizik për shkak të stresit, fakti që e mbaj dhe je gjykuar madje nga të tjerët. Mbas vdekjes së babit u shëndoshe, si e ndjer në atë periudhë? E para nuk isha vetvetja, se ti je gjithë kohës me një, le të themi, trup ose një fizik të bukur dhe pastaj ti të fillosh nga zgjoja të marrësh kile dhe kjo më vinte nga stresi, sepse nuk është se isha një person, le të themi, që haja shumë ose e kisha qef ushqimin as masën, pëlqen të shijoja sa doja dhe kaq. Dhe mora goxha kile, shumë kile. Dhe njerëzit sa më shikonin gjë parë, në vend të më pyesnin si je, sepse ndodhi goxha shpejt si procedurë, kjo e shtimit kileve, dhe më thonin se është ndoshur, po t'i thoja unë që kam nga stresi, më thoshin që po jo që nga stresi, njerëzit nga stresi do psohen, nuk ndoshin si puna jote, ti jep gojës, ti jep bërë kështu, shikoje vetëm pasqyrë. Edhe ishin gjithmonë të afërm ju brenda familjes, le të themi pak më të largët se mami ose motra ose kam shumë mirë parasysh, për shembull ose tezja. E kam shumë mirë parasysh dhe ty të lëndonte. Ka qenë një fazë që mezi e kam kaluar. Dhe me të drejtë. Sepse të gjykosh për diçka që ti se ke ti në kontroll, pa pyetur njerëz si je, sepse kjo është ajo që ka humbur sot, ka humbur njerëzimi, kjo ndjeshmëria, nuk të pyesin si je, po të shikojnë fizike dhe thonë. Po të kanë gjykuar. Sa është ndoshur. Të kanë gjykuar nga dukja jote, sepse të kanë parë që ti nuk e vajtuar në sy të tyre. Të kanë parë që ti fizikisht po ndryshoje, po shëndoshesh edhe kanë menduar se ti ke qenë në një pozitë mirëqenie, por që në të vërtetë ti ke pasur një përjetim komplet ndryshe nga çfarë njerëzit mund të kenë menduar. Në këto 8 vite, ti sot je vetëdijsuar që je duke përjetuar ankth që të ka ndodhur nga humbja e babait tënd. A je trajtuar ndonjëherë? Ke bërë psikoterapi, ke kërkuar ndihmën e profesionistëve të fushës? Kam tentuar shumë herë ta marr si veprim, por të them të drejtën nuk e kam marrë ende. Akoma se kam marrë si hap. Pse? Po në fillim
Në fillim ka qenë edhe pjesa që kur ndroi babi jetë ajo periudha ka qenë që edhe pjesa ekonomisë sepse vetëm unë dhe Mari më punonim, unë kam qenë në universitet dhe nuk e përballoja dot ndihmën e një psikolog ose psikoterapistin në ato momente. E kuptoj. Në vazhdim, pastaj ka qenë gjithmonë kjo lufta për mbjetesë, drejtoja vetes, ha se do ta kalojmë, ha se do ta shtysh edhe pak. Kësaj radhe, radhën tjetër, por kjo radha ende nuk ka ardhur. Sot e kësaj dite, unë që ku jam zhvendosur dhe jashtë shtetit, gjithmonë fillimi është i vështirë dhe prapë thua, hot kurse këtu, kurse pak aty, ndërkohë që po i bëj vetes time shumë dëm. Shëndetit tim mendorën e di që jam duke i shkaktuar shumë dëm sepse këtë gjë dua ta përmirësoj tek vetja. Sepse po më dalon të jetoj lirshëm, të marr frymë lirshëm. Të kuptoj shumë mirë. Megjithatë, ky moment ka ardhur sepse sot në këtë bashkëbisedim me mua është edhe Jonarda, psikoterapistja e programit, kështu që po të kaloj me Jonën për të kuptuar ti më shumë veten dhe për të bërë edhe një analizë të gjithë përjetimit tënd, Jona. Përshëndetje Lea. Në fakt deri nga mesi rrëfimi tënd kisha një pyetje në mendje, a e ke planuar ndonjëherë humbjen e babit dhe ti sapo e rikonfirmove 2-3 herë që unë në fakt nuk e kam planuar. Dhe mendoj se një pjesë e rëndësishme e ankthit tënd vjen prej kësaj, pavarësisht se ngjarja lë gjurmë, pra ndodh shumë herë dhe unë e dëgjoj, qoftë në mesazhe, qoftë në terapi, se si një humbje e rëndësishme, qoftë një prindje apo një fëmijë apo kujdo person i rëndësishëm, jo patjetër duhet të jenë familjar, lë një gjurmë kaq të madhe që ne i themi ankthi vdekjes ose frika për të humbur jetën tonë në një mënyrë të ngjashme siç ka ndodhur. Pra, dua ta risjell sërish që pjesa e mospranimit mund të jetë një shkak kryesor pse vijon ky shqetësim tek ty. Pjesa tjetër duhet të jetë fakti se si truri jonë e percepton atë ngjarje traumatike dhe të bën ty të kesh gjithmonë një vigjilencë të shtuar se mos më ndodh edhe mua e njëjta gjë. Këto dy gjëra mund të jenë arsyet ose shkaqet kryesore në rastin tënd, sikurse e thash ndodh në shumicën e rasteve. Por duhet kuptojmë që ankthi i vdekjes është një mënyrë që vjen me idenë për të mbrojtur jetën. Në të vërtetë bën të kundërtën. Pra fakti pse ne kemi anktin e vdekjes, mendojmë se duke bërë disa sjellje të caktuara, duke qenë shumë kujdesshëm për simptomat që shfaqen, qoftë frika, qoftë ato pyetjet po sikur të më ndodh në këtë moment apo në atë moment, fillojnë të mbajnë zgjuar këtë frikë. Shumë ngushëllues ky fakt. Po. Pra është vetë për njerëzit që vërtet kanë frikë nga vdekja, të dëgjojnë këtë, kam përshtypjen që duhet gjejë një kuptim në ngushëllim. Po, në fakt në zgjidhja e ankthit të vdekjes vjen duke kuptuar situatën, duke kuptuar pse ndodh kjo gjë, çfarë e mban, dhe prandaj ja vendosa Leas këto dy shkaqe, sepse duhet i ketë parasysh sa herë që ajo të përjetojë një moment të tillë, qoftë simptom, qoftë mendim, të ketë parasysh që është reagimi i trupit të saj dhe është një dëshirë e thellë për ta mbrojtur jetën. Qoftë edhe humbja, procesi i zisën, që ajo ende nuk e ka kaluar sepse ka ngelur ende në fazën e mospranimit. Pra, tha që unë akoma pres babin që mund të vi nga momenti në moment. Dhe që shmang të shkojë tek pjesën e të shkuarit atje, nuk e ka qarë sa duhet, nuk e ka treguar dhimbjen para të tjerëve. Po, mungesa ritualeve që mund të bësh shkarkimin emocional, qoftë biseda, qoftë lidhje me të tjerët. Në rastin e Leas është edhe një gjë tjetër, mungesa e kuptimit nga të tjerët, mungesa e shprehjes, domethënë që nuk është lejuar, qoftë nga nëna, qoftë nga familjarët e tjerë. Dhe gjykohet, siç e tha dhe vetë, më vjen shumë keq për këtë pjesë, që gjykohet për peshën dhe nuk pyetet se si je. E tha dhe vetë, pra kaq nevojshme ka, siç nga ne do ta kishte të nevojshme të kuptoheshe për dhimbjen, të fliste. Fakti që ajo nuk e pranon do thotë që mund të ketë pasur një lidhje të veçantë me teatrin. Ndoshta Lea, ky është momenti që pse jo ti ta përdorësh për të shprehur qoftë një episode të rëndësishme që ti ke kaluar me babin tënd. Unë me babin kemi pasur një marrëdhënie, jo të shprehur me shumë dashuri, si për shembull se janë marrëdhëniet që me të puthura ose me shumë përqafime. Edhe nga karakteri, pak a shumë i kam ngjarë babit se nuk më pëlqen shumë, nuk jam tip që më pëlqen shumë puthjet ose përqafimet, i dua kështu të limituara, por kur i jap të sinqerta. Dhe gjithmonë kemi pasur ato kohën tonë që babi shikonte futboll për shembull,
Edhe unë gjithmonë isha në krah babit, dhe gjithmonë unë mund të flas sot për futbollin siç mund të flasë një çun sepse marr vesh shumë, edhe gjitha e kam të mësuar për babit. Por kemi pasur dhe këto momente tona kur dilnim, pastaj babi që më thoshte gjithmonë që unë ty doja me kam nisë për çun, po më dole gocë, po ty të kam si çun haram. E kam pasur gjithmonë. Plus të momente tona se babi ka qenë pak si natyrë kështu, pak autoritar, po autoritar dhe kjo butësia I vinte kur donte ai t'i vinte. Autoritar I moderuar. Po kemi pasur, le të themi, po. Sa vite... Ndërkohë, nga ana tjetër, me mamin, motra ka qenë me lidhur me këto përqafimet e shumta puthje, ndërkohë me mamin gjithmonë kam pasur këtë qëndrimin si me mamin, si me motrën, si me babin që jo shumë dashuri, le të themi. Sa vite të jetës tënde ti kalove me babin? Deri në moshën 20 vjeçare, 21 pak a shumë. Kishte të ritualit në bashkë, që shikonit ndeshje, ai të konsideronte një farë mënyrë një djalë, kishte dëshirë për të pasur një djalë mbi të gjitha? Të pasysh kanë qenë atëherë që çunat I kanë kështu që fëmijën e parë duan çun, duke qenë se unë jam fëmia e parë. Po. Prandaj ma thoshte këtë gjën. Unë edhe sot e kësaj dite kur shikojmë të ndeshje me partnerin, unë mund të shpjegoj që dhe gjithmonë e them. Babi ma mësonte, babi ma ka thënë këtë. Unë mendojmë që babin ta kujtoj të qeshur, të them të drejtë, nuk më pëlqen të vajtoj. Kjo është shumë e mirë në fakt. Fakti që ti po krijon lidhje të re, ne kemi përmendur dhe në disa episode të tjera, sa e rëndësishme është që të kujtojmë një emocion tjetër përveç dhimbjes, që lë mungesa kur dikush humb jetën, pra largohet nga ne. Është sa e rëndësishme është që ne të lidhemi emocionalisht me gjëra të tjera, me kujtime që themi mund të jetë gëzimi, mund të jetë një kujtim që ti e ke shumë të shenjtë me të rituale, me të që bëje, sepse kështu e mban gjallë kujtimin e tij në një formë tjetër, jo vetëm përmes të dhimbjes. Dhe kjo është lehtësim edhe për ty që gradualisht gjatë jetës gjendesh ndryshe emocionalisht. Ndoshta dhe ankthi për vdekjen mund të bie sepse ti e zgjidh këtë gjën. Pra kemi të rëndësishme ta krijojmë këtë lidhje të re me personin që nuk është fizikisht me ne. Unë ajo që më ka ndihmuar shumë Jona është edhe se pas 6 muajve që I mam ndroi jetë babi, unë kam marrë një macok të vogël, e gjeta kotele. Dhe më ka ndihmuar jashtëmase shumë. Sepse edhe në familje unë, mami, motra nuk është se kishim shumë komunikim, ishte thjesht ajo rutina e përditshme dhe kaq nuk shpreheshim, nuk flisnim. Por që kur morëm atë shokun, në bësi një urlisë midis nesh. Po, sot diçka një prezencë të re. Edhe filloi komunikimi, le të themi. Edhe unë I kam marrë prapë se nga Shqipëria I kam sjellë në Gjermani. Dhe sikur ma kam mbushur pak më shumë shtëpinë dhe mundohem se e ke parasysh duan shërbimet e tyre, duan të luajnë dhe mundohem që dhe kohën që kam të lirë të merrem me to për ta mbajtur pak trurin e zënë dhe mos e ushqej me mendime negative. Një gjë e paske, domethënë pjesën e kafshës që ti e ke vendosur, pra shtëpiak, macave në këtë rast, që të ndihmon ta kalosh pjesën e humbjes, por edhe lidhjen mes jush, po thua, me mamin, me motrën. Po, e vërtet.